Por po nisim me kryeqytetin, ndonse deri më tani, për ne që jemi zgjuar në këto momente, nuk ka pasur reshje shiu të cilat i kemi parë, por detyrimisht ata që zgjohen pas nesh duhet patjetër të bëhen gati dhe të marrin edhe çadrën me vete, sepse siç edhe e shohim, pritet që të ketë reshje shiu në kryeqytet. Reshje të cilat nuk do të kenë intensitet lart, do të jenë të ndërthurura edhe me pauza për diell dhe kthjellime, por sidoqoftë janë reshje shiu, kështu që duhet jeni të përgatitur. Nesër Tirana gjendet mes kthjellimeve dhe vranësirave të cilat alternohen me njëra tjetrën, sa i përket temperaturave sot ato shkojnë ndjes nga 4 gradë minimalja në 13 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrojë termometri përgjatë orareve të mesditës, dhe nesër nga 7 gradë në orët e para të mëngjesit, temperatura më e lartë që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës në Tiranë do të jetë 17 gradë Celsius. Vijojmë në qytetin e Radhës, do të jemi tashmë në Durrës, edhe në Durrës shohim që kjo e hënë do të sjellë reshje shiu të alternuara me kthjellime. Përgjatë orareve të ditës, reshjet nuk janë me intensitet të lartë, temperaturat shkojnë nga 8 gradë minimalja në 14 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Vijojmë sa kaq me ditën e nesërme në qytetin e Durrësit, me të martën, aty ku shohim se do të largohen reshjet e shiut, do të vijojnë kthjellimet dhe vranësirat alternuara me njëra tjetrën, me temperatura që shkojnë nga 11 gradë në orët e para të mëngjesit në 17 gradë Celsius, temperatura maksimale e regjistruar përgjatë orareve të mesditës. Kjo sa i përket edhe qytetit bregdetar të Durrësit, me të cilin e mbyllim kështu parashikimin për sot dhe nesër në këtë fillim shkurti për të vijuar me qytetin e Radhës. Do të ndalemi pikërisht në Elbasan, edhe Elbasani sot dhe nesër ka pothuajse të njëjtën situatë sikurse e pam edhe në dy qytetet e sipërpërmendura. Kemi shi dhe kthjellime përgjatë ditës së sotme, të cilat alternohen me njëra tjetrën, me temperatura që shkojnë nga 8 gradë minimalja në 13 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet pikërisht përgjatë orareve të mesditës, dhe nesër kthjellime dhe vranësira të alternuara me njëra tjetrën. Lajmi i mirë është se nuk ka reshje shiu. Temperaturat shkojnë nga 6 gradë minimalja në 17 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet në mesditë në qytetin e Elbasanit. Sa kaq nga Elbasani, shkojmë në qytetin e Radhës, së bashku do të jemi në një parashikim për qytetin e Fierit, aty ku shohim se kjo e hënë sjell kthjellime dhe reshje shiu të alternuara me njëra tjetrën, me temperatura që shkojnë nga 5 gradë minimalja në 14 gradë Celsius, më e lartë e regjistruar përgjatë orareve të mesditës, dhe nesër kemi të bëjmë me një qytet i cili do të jetë më i favorizuar, të paktën në raport me ditën e sotme, duke qenë se nuk do të kemi reshje shiu, por dita do të jetë një alternim mes kthjellimeve dhe vranësirave, dhe temperaturat do të jenë më të larta në raport me ditën e sotme. Konkretisht, 9 gradë regjistron termometri në orët e para të mëngjesit të së martës, dhe 18 gradë Celsius do të jetë temperatura maksimale e regjistruar përgjatë orareve të mesditës. Shkojmë tej nga Fieri në qytetin e Radhës, jemi në Berat, edhe në Berat gjendemi pak a shumë në të njëjtën situatë meteorologjike. Sot kemi reshje shiu, por edhe kthjellime përgjatë ditës, dhe temperatura që shkojnë nga 3 gradë minimalja në 13 gradë Celsius, më e larta që regjistron termometri. Sa kaq dita e nesërme, sjell kthjellime dhe vranësira, largon reshjet e shiut, temperaturat do të jenë më të larta në raport me ditën e sotme, madje mund ta themi ndjeshëm më të larta, sepse kemi një ndryshim konkretisht me 6 gradë në orët e para të mëngjesit, duke shkuar nga 3 në 9 gradë Celsius temperatura e së martës në mëngjes herët, dhe nga 13 në 17 gradë Celsius temperatura maksimale që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Kjo është situata për Beratin, me të cilin e mbyllim dhe shkojmë tashmë në grafikun e Radhës, jemi në qytetin e Korçës. Korça na surprizon ose jo, sepse në fakt është mos e pritshme që do të kemi temperatura të ulta në këtë qytet. Megjithatë, më pak të ulta në raport me çka jemi mësuar të shohim, sepse termometri në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë të dy shkurtit ka shënuar -3 gradë në qytetin e Korçës, dhe sa kaq do të shënoj 7 gradë Celsius temperatura përgjatë orareve të mesditës, që e dim përkon me temperaturën maksimale. Dita është gri me vranësira, nuk ka problematika të reshjeve të shiut, por patjetër duhet të vishemi pak trash sot, sepse është një ditë tipike dimri, dhe dim që
ç'është e drejta, Korça është një qytet i ftohtë. Ndërkohë që nesër e gjithë kjo situatë shtensionohet sa i përket motit, duke qenë se do të kemi kthjellime dhe vranësira të cilat alternohen me njëra tjetrën dhe temperatura më të larta në raport me ditën e sotme. Konkretisht, temperatura minimale në orët e para të mëngjesit është 2 gradë Celsius dhe temperatura më e lartë përgjatë orareve të mesditës regjistron në 10 gradë Celsius. Shkojmë nga Korça në një tjetër qytet, jemi në qytetin bregdetar të Vlorës. Me sa duket edhe në këtë të hënë të dy shkurtit, qytetarët që jetojnë dhe veprojnë në Vlorë do duhet ta marrin çadrën me vete, sepse do të kemi një intensitet të ullët të rreshjeve. Do të kemi edhe kthjellime përgjatë ditës dhe temperaturat do të jenë të tilla. Nga 6 gradë në orët e para të mëngjesit, ata që kanë nisur ditën herët padyshim i kanë ndier këto temperatura dhe 14 gradë Celsius temperatura më e lartë që regjistrohet pikërisht përgjatë orareve të mesditës. Ndërkohë që nëse ndalemi tek dita e nesërme, në Vlorë vjen një relaksim plotësisht i motit. Dhe më relaksim sepse nuk do të kemi rreshje shiu, por do të vijojnë vranësirat, megjithatë të alternuara me kthjellime dhe ky është lajmi i mirë. Temperaturat do të jenë më të larta në raport me ditën e sotme, duke shkuar kështu nga 12 gradë minimalja në 17 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet pikërisht përgjatë orareve të mesditës. Zhvendosemi nga qyteti i Vlorës në qytetin e Radhës, jemi në Gjirokastër tashmë. Në Gjirokastër, kjo e hënë do të sjellë rreshje shiu me intensitet të ulët dhe nga ana tjetër edhe kthjellime përgjatë ditës. Temperaturat do të jenë të tilla nga 2 gradë në orët e para të mëngjesit, temperatura më e lartë që të regjistrohet pikërisht përgjatë orareve të mesditës do të jetë 12 gradë Celsius. Shohim që sjell e nesërmja, pra dita e martë e javës, 3 shkurti, kthjellime dhe vranësira. Pra një situatë më të përmirësuar të kushteve të motit. Nuk do të kemi rreshje shiu, ky është lajmi i mirë, temperaturat do të jenë pak më të larta, diçka e cila do të vjet re kryesisht përgjatë orëve të para të mëngjesit, duke qenë se aty bëhet edhe diferenca më e madhe, një rritje me 4 gradë Celsius në raport me ditën e sotme, konkretisht 6 gradë shënon termometri për qytetin e Gjirokastrës në orët e para të mëngjesit të së martës dhe 13 gradë Celsius do të jetë temperatura më e lartë që do të regjistrohet pikërisht përgjatë orareve të mesditës. Shkojmë nga Gjirokastra në qytetin e Sarandës. Në Sarandë, me sa duket, është i vetmi qytet ku situata dhe kushtet e motit janë më të favorshme, sepse vërtet pam Korçën që sot ishte me vranësira, po nuk ishte diell. Kurse në Sarandë kemi edhe diell, edhe vranësira të cilat alternohen me njëra tjetrën sot dhe nesër. Pra jo vetëm nesër si kundër ndodhte në gjitha qytetet që ne përmendëm më herët, që do të vijonte një përmirësim i kushteve të motit. Në Sarandë sot kemi kthjellime dhe vranësira, nesër po ashtu kemi kthjellime dhe vranësira, por vlen të thuhet se nesër Saranda do të jetë më e ngrohtë në orët e para të mëngjesit. Konkretisht, temperaturat sot shkojnë nga 4 gradë minimalja në 13 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër nga 10 gradë në orët e para të mëngjesit, temperatura maksimale e regjistruar përgjatë orareve të mesditës do të jetë 13 gradë Celsius. Kemi përfunduar me Shqipërinë e Jugut. Tani është momenti të shkojmë në disa prej qyteteve të Veriut, duke nisur së pari me Tropojën ose Bajramçuri, si ta keni më mirë që të drejtohem në këtë rast. Në Tropojë sot dhe nesër kemi vranësira, ditë gri, tipike dimri, megjithatë temperaturat shfaqen konstante nga njëra ditë në tjetrën. Edhe pse patjetër e nesërmja do të sjellë temperatura më të larta. Konkretisht sot ato shkojnë nga 3 gradë minimalja në 7 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës dhe nesër nga 6 gradë në orët e para të mëngjesit, temperatura më e lartë e regjistruar përgjatë orareve të mesditës do të jetë 9 gradë Celsius. Shkojmë nga Tropoja në qytetin e Pukës tashmë. Shohim se si do të jetë Puka në këtë fillim jave. Me sa duket, kjo hënë do të sjellë rreshje shiu, duke i bërë më pak të thjeshta angazhimet e përditshme për qytetarët, edhe pse, siç unë ua them shpesh, edhe pse nuk jam autore e kësaj shprehje, por patjetër
e kam parim në përditshmërinë time që jemi ne që e bëjmë ditën dhe jo dita që na bën ne, kështu që këtë duhet kujtojnë edhe të gjithë qytetarët që jetojnë dhe veprojnë në qytetin e Pukës përgjatë ditës së sotme, që përtej prezencës së çadrës, që nuk është gjëja më praktike në botë për tu mbajtur, ju duhet ta shijoni ditën sidoqoftë. Dhe shohim që nesër keni një përmirësim të kushteve të motit. Do të kemi kthjellime dhe vranësira të cilat do të vinë përgjatë të martës. Temperaturat sot shkojnë nga 3 gradë minimalja në 8 gradë Celsius, më e larta që regjistron termometri, dhe nesër nga 5 gradë në orët e para të mëngjesit. Temperatura maksimale që do të regjistrohet në qytetin e Pukës përgjatë orareve të mesditës do të jetë 9 gradë Celsius. Shkojmë në qytetin e Radhës tashmë. Nga Puka jemi në Kukës. Në Kukës, kjo e hënë do të sjellë vranësira, një ditë gri, tipike dimri siç e quaj shpesh, me temperatura që shkojnë nga 1 gradë minimalja në 6 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Nesër vijojnë vranësirat, por kemi një situatë më të zbutur në raport me ditën e sotme, gjë e cila do të vihet re edhe tek temperaturat. E keni parasysh atë diellin i cili është aty, po nuk del kurrë, ja njëjtë do të jetë edhe situata për Kukësin ditën e nesërme, i mbuluar nga ret, më ngrohtë se sa dita e sotme, kështu që besoj deri në fund të javës do të kemi shkuar drejt një përmirësimi të mirë të kushteve të motit. Edhe kur i referohemi konkretisht temperaturave, mund të themi se në qytetin e Kukësit nesër, temperatura minimale do të shkojë në 3 gradë Celsius dhe temperatura më e lartë e regjistruar pikërisht përgjatë orareve të mesditës do të shkojë në 11 gradë Celsius. Shkojmë tashmë nga qyteti i Kukësit në të Radhës, jemi në Peshkopi, me minus e ka nisur Peshkopia këtë të hënë, minus 1 gradë minimalja dhe 7 gradë Celsius temperatura më e lartë e regjistruar përgjatë orareve të mesditës, ndërkohë që dita është me reshjeshiu me një intensitet deri në mesatar, dhe nesër kemi kthjellime dhe vranësira të cilat alternohen me njëra tjetrën, me temperatura që shkojnë nga 3 gradë minimalja në 11 gradë Celsius, temperatura më e lartë që regjistron termometri përgjatë orareve të mesditës. Pra, nga çka vëmë re, në qytetin e Peshkopis do të vijë një përmirësim i kushteve të motit dhe i temperaturave me njëherë me ardhjen e ditës së martë. Shkojmë në qytetin e Radhës, ndërkohë që shohim që qyteti i Shkodrës është me sa duket në këtë të hënë dhe të martë, me kthjellime dhe vranësira të cilat alternohen me njëra tjetër. Një prezencë më e lartë e vranësirave do të vihet re përgjatë kësaj të hëne, me temperatura që shkojnë nga 5 gradë minimalja në 10 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri, dhe nesër temperaturat vijojnë të tilla nga 9 gradë në orët e para të mëngjesit, temperatura që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës dhe që përkon me më të lartën është 11 gradë Celsius. Pra, si kundër edhe vëmë re, do të kemi një përmirësim të temperaturave për qytetin e Shkodrës nga dita e sotme në ditën e nesërme, që është dita e martë e javës. Shkojmë nga Shkodra në Lezhë tashmë. Edhe në Lezhë kemi kthjellime dhe vranësira në të dyja ditët, në fillimin e kësaj jave. Një prezencë më e lartë e vranësirave do të jetë pikërisht përgjatë kësaj të hëne, me temperatura që shkojnë nga 5 gradë minimalja në 12 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrojë termometri përgjatë orareve të mesditës, dhe nesër temperaturat shkojnë nga 8 gradë në orët e para të mëngjesit në 14 gradë Celsius, temperatura më e lartë e regjistruar pikërisht në mesditë. Dhe sikur se e vërejmë, e marta sjell përmirësim të kushteve të motit dhe të temperaturave edhe për qytetin e Lezhës, një qytet me cilin e mbyllim parashikimin për vendin tonë për të shkuar tani në rajon. Dhe do ta nisim me qytetin e Shkupit. Sot kthjellime dhe vranësira për ata që jetojnë në qytetin e Shkupit, minus 2 gradë termometri ka shënuar në orët e para të mëngjesit dhe 7 gradë Celsius pritet jetë temperatura më e lartë, ndërkohë që nesër vjen një ditë plot diell, me temperatura që shkojnë nga 4 gradë minimalja në 11 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet në oraret e mesditës. Shkojmë nga Shkupi në Prishtinë tashmë.
për të parë se si do t'jetë situata meteorologjike për kryeqytetin e Kosovës, a do t'jetë një ditë e favorshme sa i takon kushteve të motit në Prishtinë, a do t'ketë problematika, a do t'jetë ftohtë, a do duhet të nxirrni gjërat më të trasha nga garderoba. Këtë mbetet ta shohim së bashku nëse do të kemi një situatë sadopak të favorshme për Prishtinën. Faleminderit. Dhe shohim që në Prishtinë sot kemi kthjellime dhe vranësira të cilat alternohen me njëra tjetrën, po njëjtë do të vijojë situata edhe për gjatë ditës së nesërme. -2 gradë do të jetë temperatura minimale e regjistruar për gjatë mëngjesit të sotëm, kurse është zgjuar herët e Kandjer, dhe 3 gradë Celsius do të jetë temperatura më e lartë që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës. Nesër vijojnë të tilla temperatura 3 gradë në orët e para të mëngjesit dhe 8 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Shkojmë nga Prishtina në Milano tashmë. Në Milano kthjellime dhe vranësira në këtë të hënë me temperatura që shkojnë nga 4 gradë minimalja në 6 gradë Celsius temperatura më e lartë që regjistron termometri, dhe nesër fatkeqësisht ose ndoshta fatmirësisht për disa, sepse nuk mund të përcaktojmë se si shihen rreshjet nga të gjithë. Nuk mund ta përgjithsojmë të paktën. Kemi një ditë me shi dhe temperatura që shkojnë nga 4 gradë minimalja në 7 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrojë termometri për gjatë orareve të mesditës. Shkojmë nga Milano në Bruksel tashmë. Shohim që ndodh me Brukselin. Kemi 2 ditë të fillimit të javës, pra konkretisht në këtë të hënë dhe të martë, që do të përcillen nga rreshjet e shiut. Nga rreshjet e shiut me një intensitet mesatar, me temperatura që shkojnë ditën e sotme 4 gradë minimalja, 9 gradë Celsius maksimalja, dhe nesër 5 gradë në orët e para të mëngjesit, 9 gradë për gjatë orareve të mesditës. 1 gradë Celsius lëviz nga njëra ditë në tjetrën, që është ajo në temperaturën minimale, ndërkohë që pjesa tjetër, qoftë kushtet e motit, qoftë temperaturat, mbetet tërësisht e pandryshueshme për Brukselin, me cilin përfundojmë dhe kalojmë tani në Paris. Dhe shohim që po ashtu edhe në Paris sot dhe nesër në këtë fillim jave kemi rreshje shiu me intensitet mesatar, me temperatura që shkojnë ditën e sotme nga 8 gradë minimalja në 11 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri për gjatë orareve të mesditës, dhe nesër nga 4 gradë në orët e para të mëngjesit, temperatura më e lartë e regjistruar për gjatë orareve të mesditës do të jetë 11 gradë Celsius. Kemi një mëngjes që nis 4 gradë më ulët se sa dita e sotme, paktën nga ajo çfarë arrim të dallojmë prej grafikës së paraqitur në këtë moment në LED Wall. Shkojmë nga Parisi në New York tashmë. Nami bëhet në New York, vijon situata e ngarkuar dhe vështirë meteorologjike, një situatë e cila ka pezulluar, le të themi, çdo funksion të përditshëm, është paralajmëruar gjatë orëve të fundit për një ciklon, për një situatë akoma edhe më kaotike, megjithatë presim se cilat do të jenë zhvillimet. Por, nga jo çfarë arrim të dallojmë është se e marta sjell një përmirësim. Sot vijojnë ngricat. Temperaturat nga -10 gradë në orët e para të mëngjesit do të regjistrojnë -4 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës, dhe nesër nga -9 gradë në orët e para të mëngjesit temperatura do të regjistrojë 0 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës, ndërkohë që do të kemi fillime dhe vranësira të cilat alternohen me njëra tjetrën, duke i dhënë kështu më në fund një frymëri New Yorkut pas situatës së ngarkuar meteorologjike që ka kaluar për gjatë këtyre ditëve të fundit.